Përshëndetje të dashur Gafor, të bëjmë leximin e radhës për ju. Pse isha e munguar, jam operuar prapë dhe sot po ulem do të më lehtë, prandaj mora t'ju lexoj. Të dashur, vuaj nga shpina, Enia Diskale, si e quajnë, jam operuar ka shumë herë tani, por më mirë sot. Të dashur, këtë lexim, ta them kështu para vitit të ri, që së shpejti do bëj ato për vitin çfarë na pret në një përmbledhje më të gjatë. E kam quajtur apo kam kërkuar nga letra të më japin tregimin e mbylljes së vitit. Dhe po fillojmë me 8 të shpatës. Shikoni ku jeni këtu të shtrirë me këto 8 të shpata mbi ju. Viti që po mbyllet të kam mbajtur mendërisht të ngujuar. Jo sepse s'kishe rrugdalje, por sepse ke menduar shumë për pasojat, për të tjerët, për veten, çfarë mund të prishet nëse do zgjidhje veten e kështu me radhë. Ke qëndruar në situata ku mendoje të thoshe prit edhe pak, mbase rregullohet, edhe pse zemra ishte koqa e lodhur, Nga kjo gjendje kalojmë në një letër perfekte që jep shpresë, jep gëzim dhe tregon që vërtet gjërat mund të ndodhin. Nga kjo gjendje pra, nga kjo letër tregon se thellë brenda teje di çfarë është lumturia për ty. Paqe emocionale, njerëz të sigurt rreth vetes, ndjenjë përkatësie. Ky vit të ka treguar qartë se çfarë do, po të ka mësuar në fakt. Jo si fantazi, por si nevojë reale. Të dashur Gafor. Dhe pikërisht sepse ke parë kaq qartë, nuk mund ta injorosh më. Dhe sakrifica. Të çon drejt pas gjithë këtë, të çon drejt tek sakrifica, ke letër, këto është pika kyçe e tregimit të letrave për ju. Ke dhënë shumë nga vetja për të mbajtur një lloj ekuilibri për hatër të dikujt, për hatër të diçkaje. Ke bërë lëshime, ke heshtur, ke sakrifikuar hatin tënde për paqen të tjerëve. Kjo letër nuk të qorton, Gafor, por të pyet kogja troç, apo sakrifikon nga dashuria, apo nga frika e humbjes. Tregimin apo leximin e juaj, ta them kështu, e mbyllim me 8 të monedhës. Kjo është letra e durimit të vetëdijshëm. Viti i ri nuk nis më me nxitim, por me kogja vlerësim. Për veten, për gjërat që do, dhe si do. Tani është kohë të shohësh çfarë ke mbjell dhe çfarë ja vlen të vazhdosh, të ushqesh. Jo çdo lodhje, jo çdo situatë meriton të presësh pafund. Viti i ri nuk të kërkon më shumë durim. Të kërkon zgjedhje të ndershme karshi vetes tënde. Zgjidh veten pa u ndjerë në faj. Paqja jote apo dëshira për paqe nuk është luks, Gafor.